me këtë orë edhe ditën kur jam burgus në burg, e kom pas këtë orë. Po, ajo me siguri në familje të Adem Jasharit, kjo orë ka qenë edhe prej asoj familje, ka kalu në familje tjera. Meruj se me këtë orë shumë aksione në kry për ushtrisë. Rasti i parë ka qenë rasti në Rezall kur ka ndodhë, na me Këshillin për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut, kemi shku ku bashkë në Rezall 3 që u thirket e pjesën e Llaushës anej me komunën e Skenderaj. Për herë të parë sulmet e para të forcave gorile me policinë serbe, ka ndodhur rasti aty dhe ata prej humbjeve të mëdha që kanë pas prej ushtrisë shqiptare të Kosovës në atë moment, bili kishte pas me armatimi sanakt krejt me armatim me fishek në pjesë të rrugës aty edhe i kanë marrë gjitha ata armatime kanë marrë ushtarët tonë. Në këthym ata në qatë idhnim që ka hjenë këthy, kanë qujtë në drejtim të shkollës në Llaushë edhe është devra mësuesi Halet. Edhe në atë kohë, unë jam kyç në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës që këtë orën këtu e kam dhurat edhe e kam bajt me shqipunje, që tash ma kanë lyp edhe në muzej kështu. Edhe me këtë orë, edhe ditën kur jam burgus në burg, e kom pas këtë orë. Jam kyç ushtarët që kanë qenë që i kemi vizitu në Llaushë, kur jam kyç, kur ja kom kërku vetë, tash, ma jep këtë orë, tha po. Tha e bon, tash normal që e bon, tha gudzo me bajta, tash po pse mos me gudzo me bajta, tash mu më pëlqen shqipunja, se unë e kom bajt shqipunja edhe në klasën e 6 e kom bajt në rrobat mia. Edhe këtë orë, du me cek, kur ma ka me tash pasip që ma kanë lyp, ju kam të regu, ma ka pa Iliriana, vajza e Hamzi Jasharit, që është e martune për Aslanin Klin, edhe më tha, ku e ke marrë këtë orë, nuk i të reguva. Thash e kam dhurat prej ushtarëve, kështu që tha, po kjo orë, tha Zahri, unë tha, e kom pa dikun edhe e kam dërmend mu taku me Ilirianën edhe ajo e din këtë orë mirë edhe mja lyp biografinë se kush e ka bajt para tyne tjerve. Po ajo me siguri në familje të Adem Jasharit, kjo orë ka qenë edhe prej asoj familje ka kalu në familje tjera. Se te ke njofti Iliriana, une aty të shoha mirë, po e kanë plan që mu taku me Ilirianën edhe me pyt për orën, se kur ma ka pa në dorë, Iliriana më ka tha, unë e tha për një këtë orë. A këtë orë, kur e ku marë, më kanë tha, meruj se me këtë orë shumë aksione në kry për ushtrisë. Ka qenë një gëzim shumë i madhë, edhe unë e smujti me përshkru, edhe momenti kur ka dalë në skenë me Ministër Shtatë nëntor Ushtria Shqiptare ditën e varrimit mësuesit Halet. Nuk muj me përshkru sa ka qenë gëzimi madhë sa që unë në atë kohë ju kom drejtu, ishin me neve krej që ishëm varrim atë, edhe ju kom drejtu Naim Bujupit, që ka qenë veprimtar i Këshillit, ishi burgosur politik, në atë kohë thash, jo vrenajmë, thash, na si jem ka bojmë kur gjash, ta janë burat që është lirujnë venin. Ka qenë një ehun që s'muj me përkëshu për gjithë qytetarëve, ka qenë një gëzim shumë i madhë. Se në pjesën lartë atje, ka qenë i vendosur ushtarët, ka qenë dhe Ademin pjesën në Alësi, ku na ka vëzhgu kënena tubimin komplet, momenti kur ka ndalë ushtarët në skenë me uniforma. Edhe diqysh, nuk muj me përshu kur i kanë hapë për më njëherë dyrët e makines edhe kur kanë dalë në skenë, i kanë kapë mikrofonat safit politik edhe kanë marrë fjallën vetë ata.